e u taqdi anhu dejnen, ose nëse nuk mund është parën, dytën, tretën, atër çka po thot? Ose mi ala dikujt borxhin. Pasunikat shembull e kanë rastin shumë herë me fitue ma letë se sa ata që janë të pasën. Se nështë ashtë të shumët e ri kanë qef edhe këta me ala dikujt borxhin, po kësë e ka një rrugë, edhe nëse e ka një rrugë 200 euro, 300 euro, kuna me i la kuj borxh, edhe kuj mundet dikujna. E një pesara shamu, dhe të arën mujt me ala dikujt një borxh të vogël. Nashta për ty për mu dhe tëra borxh nuk janë shumë, po për dikon janë shumë. Po dikush që ka rrugën 500 euro, le t'i lanë pak ma shumë. Dikush që ka 1000 euro, dikush që ka biznesin, lanja borxhet. Se kush ja hjek borxhin dikuj në këtë dënja, Allah ka me ja hjek borxhet e ahiretit. Për ata e përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se një njeri i kishqit familjarët e vet, i kishqit punëtorët e vet. Edhe kush ish me borxh ata shkaj që theshin ti ki borxh po, ti pronarit ton, e kjetë falën, ti e kjetë falën, ti e kjetë falën, ti e kjetë falën, i fshishin këtë për listës borxheve. Edhe që tha pejgamberi sase, edhe Allah, tha këte e fshiti për i borxhlive, kë shkën tek Zoti pa gjenoa, ja fali Zoti, se kë fal ati, edhe Allah e fali ata. Allah na fal neve edhe juve.